Dhe pas klinikës gjermane jemi kthyer në studio prapë, siç e kam paralajmëruar në fillim të gjitha temat që do të diskutojmë. Në këtë blok të tretë do të flasim për qendrën më të madhe psikologjike, sociale në Prishtinë, Visar Sadiku. Tash 10 vite gjithmonë bashkëpunoj me ta, psikologë të shumë, logopedë të shumë të cilët kontribuojnë çdo ditë më shumë në komunitetin ton, por rritet çdo ditë më shumë. Visar Sadiku si një person që nisi bashkë me Fidan Llogaliun si bashkëthemelues, tashmë janë rritur, janë zgjeruar dhe shërbimet e tyre i kanë përhapur edhe në komuna tjera përveç Prishtinës. Pikërisht për këtë do të flasim edhe sot në emisionin Familja Jonë për rrisinë e gjithë banorëve të Gjilanit. Unë para pak ditëve kam qenë në Gjilan, e kam sjell që lajmi më i mirë i ditëve të fundit ka qenë hapja e Royal Imaging Center në Gjilan, ku gjithë banorët e Gjilanit mund të marrin shërbime radiologjike, të diagnostikimit nga imazheritë të ndryshme me pajisjet më profesionale të teknologjisë së fundit, por Gjilani si duket është i bekuar kohëve të fundit sepse ka edhe një risi tjetër pozitive. Klinika psikosociale Visar Sadiku ka vendosur që në këtë qytet të hapë edhe pikën e tij, ku Visari bashkë me kolegët e tij her pas here do të jenë me raste të cilat do të organizohen në Gjilan. Për të folur për këtë temë, por jo vetëm, kam të ftuar bashkëthemeluesin e kësaj klinike, Fidan Llogaliu. Mirë se erdhe, Fidan. Mirë se u gjeta, Sananda. Është kënaqësi me qenë pjesë e emisionit tënd. Kënaqësia është e jona, sidomos kur flasim për diçka që është e mirë në komunitetin ton. Unë tash 10 vite sikur me juve, njëjtë me Visarin, kemi kontribuar në vedisim në tema të shumta, madje duhet me thonë, megjithëse ju të dy jeni shumë modest, që shumë shpesh shikuesit që na kanë shkruar për termine i keni marrë raste sociale dhe pa pagesë dhe i keni ndihmuar fëmijë të shumë të cilët brenda vitit e keni në ato agjendat e juaja sa persona dhe mund t'i ndihmoni, kështu që është me të vërtetë për të duar trokitur ky humanizmi që keni. Po, faleminderit shumë. Kjo pjesa e humanitetit është e përditshme në institucionin tonë. Po. Mirë, po na nuk kemi dasht me paraqit, sepse nuk besojmë që gjithçka që duhet me u bë pa pagesë do të më u paraqit, por ndryshe fillimisht duhet me të falenderoj shumë, sepse rrugtimi jonë dhe sukseset e tona nuk ishin me qenë këto që janë sot pa prezencën tonë. Më kujtohet që fillimet e tona kanë qenë pikërisht me ty, edhe po vazhdojnë me qenë me ty. Edhe faleminderit shumë që na dha mundësinë që ekskluzivitetin për hapjen e qendrës në Gjilan, na e ke dhënë ti për me paraqit prapë me ty pas 10 vitesh gati. Çdo gjë që është në të mirë të komunitetit e ka derën e hapur te familja jonë, edhe kur e kam pa këtë kontributin që bën edhe Visari edhe komplet stafi, është për me u përkrah patjetër. Ndërkohë po nalemi te Gjilani. Unë e thash si në shaka që është qytet i bekuar, se kohëve të fundit ka shumë të mira nga aspekti shëndetësor. Në Gjilan, më saktësisht ku do të jetë pika juaj qendra? Për hapjen e qendrës për ufimin e shërbimeve psikologjike dhe logopedike, në qytetin e Gjilanit na kemi pas presion të vazhdueshëm prej qytetarëve atje. Mirë, po na nuk kemi dashur me hap qendrën derisa ta konsolidojmë shumë mirë stafin. Na kemi punuar këto 2 vite të fundit për me përgatitur stafin në mënyrë që shërbimet atje me qenë po aq të mira siç janë në Prishtinë, po do jetë edhe në Ferizaj. Data nuk e kemi bërë ala publike, mirë po e bëjmë sot këtu. Kam hapë me një korrek në Gjilan. Por lokacioni natyrisht do të jetë dikon afër qendrës së qytetit, sepse me rrugë ende nuk po e di Gjilani, sepse na po jemi kryesisht në Prishtinë, mirë po të gjitha pothuajse janë gati. Afër qendrës sa më përshtatshme për gjithë banorët e Gjilanit. Në qendër, stafi është përzgjedh. Çfarë shërbime do të ketë? Aty do të ofrohen shërbime psikologjike, tu fillu për shërbimeve të specializuara për psikologët Visar Sadiku, sepse nuk do ta kishte vlerën e njëjtë nëse do ta hapnim qendrën dhe psikologu Visar të mos ishte aty. Domethënë qytetarët e Gjilanit duhet ta dinë që ata fillimisht do të takohen me psikologun Visar Sadiku, i cili do të jetë një herë në javë në qytetin e Gjilanit për me ofru vlerësime psikologjike, ndërsa terapeutet e stimulimit dhe logopedët do të punojnë nga hëna deri të premten me fëmijët me vështirësi të ndryshme psikologjike, siç janë vështirësitë në komunikim, autizëm, etj. Do të jetë orari i rregullt gjithë java, si është se keni planifikuar? Po, do të jetë orar i rregullt prej të hënës deri të premten, krahas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Gjilanit. Diçka që është shumë e rëndësishme me cek që duhet me falendëruar shumë qytetarët e Gjilanit është se në momentin që na kemi bërë pësimin se do të jemi në Gjilan, jemi vërshu jashtëzakonisht shumë për termin. Për takime me psikologun Visar.
psikologu visar pronojnë prej shumë vite si psikolog edhe tashmo njihet shumë në vend, po tu e pas parasysh që është edhe me prjarët pe Gjelanit, nështë ata jënë di hala ma të vlerësum që po ju rikthejet në banor atje, një bashkëvendas. Kështu që interesimi është i madh dhe kemi marrë shumë komendet mira edhe prej profesionistëve të shëndetit mendor, ku kemi shumë kolegë në qytetin e Gjelanit, edhe patjetër që është kënaqësi me marrë fillimisht feedback të mirë prej qytetarëve, të cilët marrin në shërbime, po edhe prej profesionistëve të shëndetit mendor që veprojnë në qytetin e Gjelanit. Me një fjalë, në Ferizaj, në Podujev, në Gjelan, në Prishtinë, psikologu Visar Sadiku do t'jetë prezent brenda javës një herë gjatë javës patjetër në secilin prej këtyre. Pastaj stafi, terapeutët stimulues, logopedët do t'jenë në orar të plotë. Patjetër, kështu. Në të gjitha qendrat tona psikologu Visar duhet me qenë patjetër. Sepse pa psikologu Visar ne këshim pas pa mundur me pas këtë rritje, këtë funksionim që kemi sot. Do thonë psikologu Visar kam i bërë të gjitha vlerësimet dhe kam e bo monitorimin e punës e terapeutëve të stimulimit gjatë procesit terapeutik. Do me thonë, kam e shku në mënyrë të ku psikologu Visar kam e konë mbikëqyrës i kejtë punës ato, dhe jo vetëm si emër, po do të jetë prezent në qytetin e Gjelanit një herë në javë, nështë edhe më shumë, varësisht që është në presin Gjelan Gjit, kështu që të shofim. Gjelan Gjit janë njerëz ma mikprica, sepse unë jam mes e asajane, kështu që të garantoj që janë mikprica, sidomos për të vetin, Visarin e kanë të vetin. Po deri sot jemi do të kënaqur në të gjitha qytetet, kështu që kam mbet edhe kjo qershia mbitorë me një farë mënyrë që është Gjelani, deri tash na kanë prit shumë mirë. Po të presim hapjen të shohim. Unë se kisha thonë bashkëshia mbitor, se unë po shpresoj që keni me urrit edhe në komuna tjera, Fidan. Njëherë jo, rritja jonë shkon me një strategji. Ne nuk hapim pika sa për t'i hap ato, mirë po fillimisht trajtojmë staf të mirë, kujdesim që me pas mbikëqyrës të mirë udhëheqës të qendrës në qytetin përkatës, në mënyrë që fëmijët të trajtohen në mënyrë sa më të mirë dhe sa më adekuate që tjetë mëndshme. Është shumë e rëndësishme dhe një prej kërkesave më të shpeshta gjatë këtyre 10 viteve prej që ekziston Instituti Psikosocial Visar Sadiku, vlerësimet e fëmijëve dhe është goxha qëllim prioritet i prindërve që këtë vlerësim të ta kenë me psikologun Visar Sadiku. Besoj që Visari do të mundohet që këto vlerësime t'i bëj prapë vetë në të gjitha këto pika? Vlerësimet psikologjike, vlerësimet psikodiagnostike, ka të drejtë vetëm psikologu klinik me administru. Psikologu klinik i licencuar. Në këtë rast është psikologu Visar. Psikolog diagnostifikus në Kosovë nuk ka shumë, ka pak, mirë po ato duhet me i bo veç psikologu klinik. Nuk ka të drejtë për shembull terapeuti i stimulimit me bo vlerësime psikodiagnostike, sepse nuk i përket, dhe të gjitha vlerësimet bëhen vetëm nga psikologu Visar. Një pyetje që ju vjen shpesh, unë e di që jeni kështu korrekt edhe me ndjekësit tuaj, janë diaspora që goxha të interesuar të bëjnë vlerësimin edhe marrjen e mendimit se psikologut Visar Sadiku. Si e keni parashiku terminet edhe për diasporën, me që edhe pak ditë kanë vetë kur fillojnë pushimet e tyre dhe shtohet numri? Sakt. Po ne jemi shumë të kërkuar edhe në diasporë, veçanërisht në Gjermani dhe në Zvicër. Mundohemi me ndihmu dhe me asistu edhe përmes shërbimeve online, kur lidhen me terapinë e stimulimit, pasi që vlerësimet diagnostifikuese është e pamundur me u bë online, sepse pa prezencën e fëmijët nuk mundesh me e bë. Po ka fillu caktimi i termineve për seancat, për vlerësimet me psikologun Visar, edhe unë ju bëj thirrje që me thirr sa më herët për me i bë në mënyrë që për me caktu terminet, pasi që është e pamundur që me i pranu të gjithë nëse ata paraqiten një javë ose 2 javë para se me më rrinë në Kosovë. Sepse interesimi është shumë i madh, edhe është e pamundur një psikolog vlerësues me i pranu gjithë ata njerëz se cilët vinë në korrekt edhe ngushtë kryesisht. Po, a mund t'i dim ditët kur psikologu Visar Sadiku është në Prishtinë, kur është Ferizaj, kur është Podujev, kur Gjelan? Në Prishtinë ka qenë deri tash vonë tanës të mërkurën dhe të premten her pas here, ndërsa me shkuarjen në Gjelan, në Prishtinë ka me qenë tanën të mërkurën, ndërsa të martën, të ajtën dhe të premten mbesim për Podujevën, Ferizajnë edhe Gjelanin. Sepse janë qytete pashtë të rëndësishme sa dhe Prishtina. Për ata persona që e bojnë si pyetje për shkak të punëve, dinamizmit që kanë, të shtuneve nuk punon asnjërin prej pikave? Të shtuneve nuk punojmë, vetëm kur ka aq shumë kërkesa dhe nuk kemi dëshirë me i lënë njerëzit me prit aq shumë. Domethënë, në muajin e ardhshëm kemi me punu edhe të shtunën,
për shkak të numrit të madh të kërkesave dhe për se nuk po kemi dëshirë për me i kthy prindërit e shqetësuar për fëmijët e tyre. Kështu që në muajin e ardhshëm jemi edhe të shtunën. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Për juve sepse edhe ju keni nevojë për pushim. Mirë, po do ta ofrojmë këtë mundësi në mënyrë që mos me i lëm prindërit me prit me muj. Sepse ndonjëherë ju vjen me prit shumë gjatë për me e zbut këtë minutazhin në det për me prit. Po punojmë edhe shtunën. Po. E kam pa nuk e di sakt para sa javeve një status sqarues të institutit tuaj ku ka pas në disa eludime që terminet po bëhen tek psikologu Visar Sadiku, pastaj ta sqarojmë edhe këta, domethënë sepse është shumë e rëndësishme dhe po demek që rastet po përcillen te kolegë, pastaj kjo është kronologji, kjo ndodh domosdoshmërisht. Në fakt kjo po ndodh shumë shpesh. Edhe unë me profesion jam jurist, edhe unë e di shumë mirë që ligjërisht, fillimisht, pas moralisht nuk kemi të drejtë kur pala e cakton një termin dhe kërkon një psikolog caktuar me vendosje dikush tjetër. Sepse as prindi nuk është më pranu me hy. Sepse psikologu Visar njihet në publik, e njohin si fizionomi njerëzish, si duket etj etj. Mirë, po me gjasë këto dezinformata kryesisht i bojnë njerëzit të cilët nuk e pranojnë suksesin tonë. Suksesin tonë. Nuk e pranojnë suksesin tonë edhe vazhdojnë me e bë këto. Kjo është pyetje pothuajse që ndodh 5-6 herë në javë nga prindërit të cilët kërkojnë me caktuar termin. Unë i siguroj që s'ka shansa me ndodh ky sen. Fillimisht ligjërisht nuk kemi të drejtë dhe në dy moralisht pse me vendos një fëmijë të dikush tjetër përderisa është kënaqësia jona që e kërkojmë psikologun Visar. Do të thonë nuk mundet me ndodh në asnjë mënyrë. Por që ta sqarojmë që Visar Sadiku, psikologu i bën vlerësimet, pastaj seancat, terapit, ato tjera të cilat janë me... Psikologu Visar është psikolog klinik specialist i cili merret specifikisht me vlerësime psikologjike. Psikologu Visar nuk është terapeut i stimulimit. Dhe na duhet me bërë këtë dallim. Se këto edhe lind keq kuptimi. Do të thonë, psikologu Visar është i profilizuar në vlerësime dhe diagnostifikime. Nuk ka të bëjë absolutisht me terapi stimulimit. Persona që kemi në foto këto në ekran janë terapeutë të stimulimit. Këta e kryjnë funksionin e tyre. Njëjtë sikur këta se nuk mundën me bëj vlerësime psikologjike, psikologu Visar nuk mundet me kryej rolin e terapeutit të stimulimit. Sakt. Prandaj edhe një prind prej vlerësimit ka lënë pastaj tek psikologu ose logopedi ose rekomandohet. Psikologu Visar vetëm rekomandime jep. Prindërit janë të lirë të marrin shërbimin aty ku ndjen të sigurt. Ne kemi obligim me dhënë vetëm rekomandimin e saktë dhe të drejtë për ta ndihmuar fëmijën. Një pyetje shumë shqiptare. Kur kemi ndaj urgjencë, a bëhet ndaj termin kështu ad hoc sot për shembull? Kto më kanë porosit njerëz. Kjo është pak e vështirë. Kjo është pak e vështirë për shkak se për shembull ka plot telefonata të cilat thrasin dhe i bën me prit 2 javë, 1 muaj det për termin. Po prandaj edhe ta bëna pyetje. Sakt. Edhe ndonjëherë kam telefonata të çuditshme, ku më thot për shembull X telefonuesi, po largoje të dikën e vendosëm mu. E unë kam të pamundur me qenë kaq jo i mirë me ato që e ka caktuar terminin, mirë po gjithmonë ka modalitete. Ne kemi një listë urgjente që kur anulohet një termin tjetër e vendosim më herët, po më herë vendosim, mirë po me largu dikën nga lista, me vendos dikën tjetër, me vendos një VIP në listë, e me largu një qytetar thjesht, është e pamundur dhe nuk mundet me ndodh asnjëherë. Nëse diçka ju ka bë unik dhe ju ka karakterizuar ka qenë kjo që të gjithë kemi qenë të barabartë si qytetar në institutin tuaj, kështu që ju përgëzoj edhe juve dhe Visarin. Faleminderit shumë. Na përpiqemi që krejt qytetarët me kanë të barabartë, duke mos pas dallime, të mos pas rëndësi kush është këngëtar, kush është aktor, kush është një profil tjetër më i lartë. Shëndeti mendor është i njëjtë për të gjithë i njëjtë dhe nuk e prek më pak këngëtarin ose bujkun atje në fshat. Kështu që ne jemi këtu për me ndihmu të gjithë qytetarët e vendit, duke mos u acenu të drejtën, pavarësisht se kush janë ata. Fidan, unë të falenderoj për informacionet që na dhe për Institutin Psikosocial Visar Sadiku, në ndërkohë patjetër që do të vazhdojmë me bashkëpunu, qoftë psikologu, qoftë edhe stafi tjetër i të gjitha pikave, gjithmonë janë këtu për me kontribu për shikuese familja jonë. Patjetër, na me shumë kënaqësi do të jemi prezent në emisionin e juaj, për më shumë psikologu Visar do jetë ma pas një javë nëse nuk gabohem, i cili mundet me folë shumë ma shumë për diagnostifikimin e fëmijëve e tjera dhe vështirësi tjera, sepse nuk jam i thirrur për me folë për to. Unë jam ma shumë në pjesën menaxheriale të institucionit, kështu që me kënaqësi do jemi gjithmonë këtu, sa herë që të keni tema të rëndësishme për t'i trajtuar. Tash të qitë para shikuesve, kushdo që e keni ndaj urgjencë, veç Fidani mund mi ushti para.
Por urgjenca në emergjencë. Sa është edhe në Fidanin. Faleminderit shumë, Fidan. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi me qenë me ty këtu edhe me ndonjë informata të rëndësishme. Kënaqësia jona gjithmonë. Faleminderit. Kemi qenë së bashku me Fidan Llugaliu, bashkëthemeluesi i Institutit Psikosocial Visar Sadiku, që kemi folur për pikën më tre që po hapet në Gjilan së shpejti, edhe për shërbime tjera të cilat i sqaruam edhe për disa keqkuptime që shpesh mund të ndodhin. Në ndërkohë, prej kësaj bisede do të vazhdojmë në një rubrikë të re që kemi nisur, prej sot dhe javëve në vazhdim, do të kemi kënaqësinë që magjikët e vegjël që i kemi pasur në studio, të kemi jetën përmes mendimeve të tyre. Do të mundohemi që përmes fëmijëve, imagjinatës të tyre, sinqeritetit të tyre, të kuptojmë se si e shohin ata jetën, realitetin, të ardhmen, të kaluaren, shumë pyetje të cilat përgjigjet e tyre janë ashtë të lezetshme dhe ashtë të sinqerta. Normalisht që kemi punuar së bashku me fëmijët e shkollës finlandeze, të cilët si shkollë, si institucion, gjithmonë janë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë në çdo temë që ne i propozojmë. Por patjetër që kemi një mike të vjetër, e cila çdo herë kur kemi ditë të veçanta është ajo me neve. Është Eda Bahtiri, e cila e hap këtë rubrikë, e para në këtë rubrikë, e cila do të ketë këmbën e mirë për gjithë ata fëmijë të tjerë, sepse përmes fëmijëve mund të mësojmë shumë. Rubrika e magjikëve të vegjël, ku botën e shohim përmes mendimeve të tyre, do të na përcjell me javë të tona.